Ahmed Meta, një nga portierat e Vllaznisë të vite, shumë i saktë në rrugën e Portos, por një koleg me Paulin Ndojen për shumë vite me radhë. E keni zëvendësuar shpeshherë në rrugën e Portos. Vërtet. Sot i na mbledh me dhënë të mirë në fundit një shoku të dashur ton, një futbollist legjendar të Portos Shkodrane. Ka ditë zjetë dhe ashtë shumë. Shumë e rëndë për ne me përqen një shokën tonë dashur. Me Paulini kam kënë qysh në fëmini, qysh me ekipet e para të rive që jam njoftë me te. Kam kënë rezervi ti, kam kënë rezervi me të rritë me te, po ashtu edhe me ekipin e parë të Vllaznisë. Ka kishe nderen e malë që ti ishe rezervi ti, zëvendësuesi ti, një portierit malë si Paulin Ndoja. Me të kemi kalu shumë vite në stërvite, në neshe, të cilët për mu do tjetë i paharru. Paulini ishte një në ato portierit që të bote për vedi, ndash me guximin, ndash me karakterin, ndash me lojën e ti me pritit e bukar, me akopratit e tia, jo më këtë ashtuta dhe si macja zesë. Ai u bashku me u bon 4 mëshketjerit bashkë me të mëdhejt Dinxhega, Sababizin dhe Zandragamin, u bashku dhe Paulini, 4 mëshketjerit e shkonë që të mesin për jetë në kujtimet tona. Dy portierët e një brezi, si ishte bashkëpunimi juaj me Paulinin? Unë me Paulinin kam pas një marrëdhënie shumë të mirë, në respektoshim një tjetrin, edhe i më respektote mu, unë respektoshe atë. Thash edhe herë që kam pas nerin ti, jam rezervi të një portierit më si Paulin Ndoja. Qoftë i përjeqëm, kujtimi i ti, ngushëllimi e familjes.